Dyshime për arsyet e tërheqjes së Besim Kelmendit nga pretendimi i pozitës së ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit ka shprehur zyrtarisht antari i Këshillit Prokurorial Veton Shabani. Si Kelmendi, ashtu edhe antari Dardan Vunici kanë ndryshuar qëndrime. Kelmendi duke u tërhequr, e Vunici duke e bërë kuorumin për zgjedhjen e UD të kryeprokurorit Agron Qalaj në mbledhjen e 22 dhjetorit. Në përgjigjen që ja ka kthyer kryesuesit në ftesën për mbledhjen e 282 të KPK-s, Shabani kërkoi të sqarohet se apo tërhiqet me apo pa presion Besim Kelmendi nga pozita e UD të kryeprokurorit. Është e domosdoshme të sqarohet. A ka ardhur kjo shkresë për lirim nga detyra me vullnet të lirë, apo si pasojë e ndonjë trysnie, veçanërisht duke pasur parasysh faktin se kjo ndodh menjëherë pas fitoreve në instanca gjyqësore. Pa u sqaruar këto rrethana në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse dhe institucionale, nuk mund dhe nuk do të bëhen pjesë e vendimeve të tilla komprometuese. Për rrjedhoj, nuk do të marr pjesë në këtë takim. Edhe antari tjetër Visar Krasnisi kërkoi të thirret Kelmendi për t'i sqaruar drejt për së drejti arsyet e largimit. Ish ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit Kelmendi, i pyetur lidhur me pretendimet e Veton Shabanit për presion, tha se nuk ka ç'të shtoj përveç asaj që e ka bërë publike deri më tani. Kelmendi bëri betejë ligjore e edhe mbajti konferencë për media bashkë me disa antar pas shkarkimit të kundërligjshëm të tij, por pasi e fitoi padinë në Gjykatën Supreme, ai u tërhoqi nga pretendimi i pozitës së kryeprokurorit. E antari Dardan Vunici, i cili ishte larguar nga mbledhjet ashtu si Visar Krasnisi, Arian Gashi e Veton Shabani, votoi kundër zgjedhjes së Qalajt në mbledhjen e 22 dhjetorit, por e bëri kuorumin për zgjedhjen e tij në pozitën e UD-s së kryeprokurorit. I pyetur lidhur me bërjen e kuorumit për zgjedhjen e Qalajt dhe atë se a ka ndërruar kamp, ai ka thënë se asnjëherë nuk ka qenë pjesë e asnjë kampi. Ka marrë pjesë në mbledhje për faktin se kauza jonë për ligjshmëri dhe kthimin e zotërit Kelmendit në pozitën e tij tashmë kishte ndodhur. Dhe në këto rrethana nuk ishte më arsye për të vazhduar forma bojkoti apo diçka të ngjashme. Në KPK që kryesohet aktualisht nga Ardian Hajdaraj, thanë se vendimet e fundit kanë qenë publike, por nuk kanë treguar nëse këtë vit do të mbahet edhe ndonjë mbledhje tjetër.